koka dhe ka dhunuar policinë e shtetit kur ishte në opozit dhe sot dhunon qytetarët shqiptar vetëm sepse protestojnë kundër vjedhjes. Ju jeni një mazhorant hajdutësh dhe frikacakësh, sepse i vidhni çdo ditë, se i vidhni paratë e buxhetit shtetit, se i vidhni të ardhmen, se i vidhni territorin, se i vidhni shëndetësinë, se i vidhni arsimin, i vidhni çdo shpresë për të jetuar me dinjitet dhe më pas i dhunoni se jeni frikacak për të hyrë në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. I dhunoni se keni frikë nga veza, nuk është kualifikuar deri më sot veza si armë që mund të cënojë sigurinë dhe jetën tuaj. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, Neni 2 thot, sovraniteti i Republikës Shqipërisë i përket popullit, i përket popullit shqiptar, sovraniteti atij populli që sot ka ardhur ta kërkojë sovranitetin e vet, që ka 53 ditë që kërkon sovranitetin e vet, sepse ju nuk i përfaqësoni, sepse juve ju ka ardhur fundi, duke i vjedhur, duke i masakruar, duke marrë vendime të njëanshme. Dhe ju i quajtë terrorist, ata njerëz që janë qytetarët më të mirë dhe më të përgjegjshëm të këtij vendi, ku të vetmi terrorist jeni ju, jeni terrorist. Terrorist që i keni marrë Shqipërisë çdo të mirë publike, jeni terrorist mjedisor, se jeni fut mjedisit me fadroma, jeni terrorist trashëgimisë kulturore, jeni terrorist shëndetit, jeni terrorist arsimit, ju keni shkatruar çdo sektor të këtij vendi, duke kthyer të fundit në çdo raport evropian dhe burreni dhe me ato që jeni më keq se në kohën e qeverisë Berisha. Burreni dhe për indeksin e performancës në mjedis, ku jeni 46, ndërkohë që vitin 2010 ishim të 23 në botë. Vjen ministri dhe i thot protestuesve budallëj, nuk e meriton një vezë ky. Patjetër që e meriton një vezë ky, se ky i thot protestuesve budallëj. Protestuesit që e paguajnë me taksat e veta që këtë shëtisi me makinë dhe të mbrohet nga protestuesit dhe të shesin Shqipërinë. Ti i thua terrorist, se meriton një vesti, e meriton patjetër, një dhe më shumë. Sepse e keni bërë veten që protestuesit të godasin, se ne jemi çdo ditë aty dhe na mirëpresin, bëjnë foto, thonë na përfaqësoni, kurse ju jeni ata që trembeni, ju jeni ata, na shikoni, na ndiqni, ju trembeni, ju zhdukeni. Në fakt, ju nuk duhet të zhdukeni dhe të hyni si mit këtu, por duhet të zhdukeni nga jeta politike e vendit, sepse jeni e keqja e madhe e këtij vendi.